Silvio Gonzato, ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, të na thotë 2 fjalë. On the 13th of April 2024, I came to Spach for the first time. Për herë të parë kam ardhur në Spach në datën 13 prill të vitit të shkuar. It was a sunny day actually. It was beautiful weather, but somehow I remember it as a very somber day. Në fakt, ajo datë ishte një datë dhe një ditë plot diell. Megjithatë unë e mbaj mend si një ditë edhe të trisht. In my year and a half in Albania, I've seen many places, I've visited many cities, but this visit, I think, will remain engraved in my memory forever. Gjatë një viti e gjysmë që kam shërbyer këtu në Shqipëri si ambasador i Bashkimit Evropian, kam qenë në vende të ndryshme të Shqipërisë. Megjithatë, ajo ditë kur unë kam ardhur këtu, do të mbetet përherë skalitur në kujtesën time. And still talking about it makes me emotional, I have to say. I just can't avoid it. Madje edhe tani që po flas jam i prekur, edhe thjesht që po flas për atë ditë, nuk e shmang dot. And the reason for it is that when I was here, first of all, listening to stories of people who had to endure so much suffering within these walls was extremely powerful. Dhe në fakt arsyeja për këtë është sepse pavarësisht se kisha dëgjuar për Spacin dhe për tmerrët e komunistëve përpara se të vija këtu, kur erdha këtu dhe bisedova me ish të burgosurit politik, që dëgjoja se çfarë kishte ndodhur brenda këtyre mureve, ishte vërtet e tmerrshme dhe ende e kujtoj. But what was even harder to listen to was the stories of people who felt that they hadn't had the closure that they deserved. Po gjëja që ishte më e vështirë për mua ishte fakti që dëgjova historitë e tyre, por edhe dëgjova faktin që kjo histori nuk kishte patur mbylljen e vet, përfundimin e vet. Because we can't do away with the suffering that happened, but we can definitely acknowledge it and give people what they deserve, which is a moment of memory, a moment where those infamous days are remembered, and they're remembered because we want to make sure that they won't happen again. Sepse në fakt ne dhimbjen nuk e zhbëjmë dot. Nuk e kemi dot këtë mundësi, por ajo që ne mund të bëjmë është ajo që u tha këtu tashmë, që të paktën ajo dhimbje, ato tmerre që kanë kaluar këtu të kujtohen për ato që ishin, edhe në mënyrë që ato të mos ndodhin më kurrë. So on that day, I realized that being the EU ambassador in Albania is not just about, dealing with negotiations, talking about reforms, talking about improving living conditions, but it's also about dealing with the past of this country. Dhe atë ditë e kuptova që të jesh ambasador i Bashkimit Evropian në Shqipëri nuk do të thotë që të merresh vetëm me çështje si negociatat apo reformat që duhet të zbatohen, apo si mund të rritet standardi i jetesës në Shqipëri. Në fakt do të thotë pikërisht edhe këtë gjë, pra që të mos harrojmë të shkuarën. Dealing with the past is important, and it as EU ambassador is also important because 52 years ago, when people started the revolt here at Spach, they said that they wanted to see Albania in a free Europe, and that's what we see gradually happening now. Dhe pjesë e punës time si ambasador i të Bashkimit Evropian pra në Shqipëri është pikërisht kjo, që të mos harrojmë të shkuarën, sepse në fakt ajo që ndodhi këtu 52 vite më parë ishte pikërisht thirrja që u bë nga të gjithë ish të burgosurit atëhershëm këtu, që thanë që donin që Shqipëria të ishte pjesë e Europës së lirë, dhe ne këtë po përpiqemi që të bëjmë. Because joining the European Union, as I always say, is not just joining a single market, is not joining
and is not achieving prosperity, economic prosperity, but is joining a community of values. Sepse që një shtet të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian nuk do të thotë thjesht që të bëhet pjesë e një tregu të vetëm, siç është tregu i BE-s, apo i shumë aspekteve të tjera që sjell BE-ja. Në fakt do të thotë të bëhesh pjesë e një komuniteti vlerash dhe parimesh. And amongst these values is the value of justice. Dhe një nga këto vlera shumë të rëndësishme është vlera e drejtësisë. So I'm really proud of the fact that the European Union has been working with the International Commission on Missing Persons and has partnered up also with CUITO in order to ensure that not just we keep remembering these victims and we keep remembering what was the atrocities that were made by the regime, but we also look forward to providing these people with closure and ensuring that these atrocities don't happen again. Dhe për këtë arsye ka qenë kënaqësi që ne kemi bashkëpunuar në fakt edhe me ICMP-n, që është Komisioni Ndërkombëtar për të zhdukurit, për personat e zhdukur, dhe i falenderojmë ata për punën që ka bërë, si edhe CUITO, fondacionin CUITO. Dhe në fakt pra nuk duhet jo vetëm të mos harrojmë asnjëherë ato që ka ndodhur në të shkuarën dhe të punohet që në fakt të ketë një ditë përkujtimore, siç u tha këtu, por mbi të gjitha edhe që të bëhen të gjitha gjërat e duhura që gjitha i kalvar, që ato masakra që ka ndodhur këtu e në vende të tjera të Shqipërisë, pra, jo vetëm kujtohen, po mbi të gjitha të arrijmë të ketë një përfundim të gjithë kësaj çështje të atyre plagëve të hapura që të ecin përpara dhe syt më pas ti kemi vetëm drejtë së ardhmes. And we couldn't have better allies and friends in doing this than our German friends, and I really like to pay tribute to the Konrad Adenauer Stiftung and the German embassy and my friend Karl, who are present here today. Dhe për këtë arsye nuk mund të kishim miq apo aleat më të mirë se sa miq tan gjerman, qoftë këtu ambasadori i Gjermanisë, por edhe Fondacioni Konrad Adenauer, dhe i falenderojmë shumë për gjithçka që ata kanë bërë. So, as I said, a year ago I started a conversation with many of you, of the people who suffered here in Spac or in other detention center. Dhe siç e thash, në fakt përpara një viti, unë pata mundësinë që të filloja një bashkëbisedim me shumë nga miqtë tuaj, të cilët fatkeqësisht kanë qenë këtu në Spac apo në qendra të tjera. And I promised that I would raise these issues with the Albanian government. Dhe u premtova atyre, ju premtova ju që këtë çështje do ta ngrija patjetër me qeverinë e Shqipërisë. And I found an open door in the government. Promises were made, promises to turn this into a place of remembrance, into a museum. Dhe në fakt gjeta një derë të hapur, u bën premtime, një nga premtimet ishte që ky vend të kthehej në një muze. But also promised to help people who are entitled to compensation to achieve this. Por edhe premtimi tjetër që u bë është që personat që duhet të marrin dëm shpërblimin ta marrin atë dhe kjo të arrihet siç duhet. Because there shouldn't be any bureaucratic hurdles to justice. Sepse sa i përket drejtësisë nuk duhet të ketë asnjë pengesë burokratike kundër saj. So my promise to you is that I will continue these efforts together with my friends. There's also the Slovenian ambassador and the Slovak ambassadors and the ambassador from the OSCE. We all will continue this dialogue with the government and make sure that we finally meet your expectations. Dhe ne do ta vazhdojmë pikërisht këtë bashkëbisedim, këtë rrugtim që kemi nisur, prandaj është kënaqësi që këtu me ne, un kam edhe kolegët e mi, ambasadorin e Slovenisë, ambasadorin e Slovakisë, kemi këtu edhe kreun e pranisë së OSBE-s në Tiranë, dhe ju premtoj edhe një herë që ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë punë derisa të arrijmë atë. But I've spoken already too much and we came here to listen to this beautiful music and poems, so thank you very much for listening to me.